Surja El-Lejl e zbritur në Mekë, ajete 21. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Wal-lejli idha yaghsha. Pashanatën që me errësirë mbulon gjithësinë. Wan-nahari idha tajalla. Pashaditën kur ajo shkreptin. Wama khalaqa adh-dhakara wal-untha. Pasha atë që krijoi mashkullin e femrën. Inna sa'yakum la shatta. Vërtet veprimi juaj është i lloj-llojtë. Fa amma man a'ta wattaqa. E sa i përket atij që jep dhe ruhet, Wa saddaqa bil husna. dhe vërteton bindshëm për më të mirën, Fasanuyassiruhu lil yusra. ne do ta përgatitim atë për më të lehtën. Wa amma man bakhila wastaghna. E sa i përket atij që bën kooperaci dhe ndjen vetveten të pavarur nga Zoti, Wa kadhaba bil husna. dhe që përgënjeshtron atë më të mirën, Fasanuyassiruhu lil usra. ne do ta përgatisim atë për më të vështirën. Wama yughni anhu maluhu idha taradda. E pasuria e tij nuk do t'i bëj dobi kur ai të zduket. Inna alayna lal huda. Detyrë jona është vetëm të udhëzojmë, Wa inna lana lal akhirata wal ula. dhe vetëm e jona është bota tjetër si dhe kjo. Fa anzartukum naran talazza. Unë u kam tërhequr vërejtjen për zjarrin të ndezur fort. La yaslaha illa al ashqa. Që aty nuk hyn tjetër pos atij që është më i prishuri, Alladhi kadhaba wa tawalla. i cili përgënjeshtroi dhe u smbraps, Wa sayujannabuha al atqa. ndërsa ai që është më i devotshëm do të jetë larg tij, Alladhi yu'ti malahu yatazakka. ai që e jep pasurinë e vet e pastrohet, Wama li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. e jo për ta shpërblyer ndokë që i ka bërë mirë më parë, Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vet më të lartit. Wala sawfa yarda. Për Zotin, ai do të gëzoj atë kënaqësi.